Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mbajtur një fjalim të fortë teksa ka deklaruar se vendi i tij po planifikon të rrisë prodhimin e raketave me rreze të mesme dhe të gjatë. Erdogan tha se një vend është i prekshëm nëse nuk është i fortë politikisht, ekonomisht, shoqërisht dhe ushtarakisht. Sikom preferojmë të vdesim se sa të jetojmë me turp, tha ndër të tjera Erdogan. Tani po planifikojmë prodhimin e raketave për të rritur rezervat tona me rreze të mesme dhe të gjatë veprimin në një nivel të besueshëm parandalues. Së shpejti, do të arrijmë një kapacitet mbrojtës që askush nuk do të guxojë ta sfidojë. Kemi hyrë në fazën e prodhimit të sistemeve tona në sasi që vërtet përforcojnë aftësinë tonë parandaluese. Nëse nuk je i fortë politikisht, shoqërisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht, të mungon aftësia parandaluese dhe je i prekshëm, tha ai. Mëtej Erdogan shtoi se sikom preferojmë të vdesim se sa të jetojmë me turp, duke u referuar këtu sulmeve të Izraelit për kundrejt Iranit. Më mirë të prehemi me nder nën tokë se sa të jetojmë pa nder mbi të, shtoi presidenti turk. Në deklaratën e bërë pas mbledhjes së kabinetit, Erdogan tha se Izraeli po rrezikon ekzistencën e vet me veprimet që po kryen në lindjen e mesme. Me çdo shtypje që kryen, çdo gjak që derdh, çdo krim kundër njerëzimit që kryen, Izraeli po rrezikon ekzistencën e vet dhe të ardhmen e shoqërisë së tij, hap pas hapi, tha ai. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar ashpër ndaj sulmeve të fundit izraelite ndaj Iranit, duke i cilësuar ato si një provokim të qartë që shkelin hapur të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë stabilitetin rajonal. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Erdogan tha se Izraeli po e çon më tej strategjinë e tij të gjakderdhjes dhe paqëndrueshmërisë, duke zgjatur konfliktin përtej Gazës dhe duke e shtrirë në të gjithë lindjen e mesme. Sulmet e Izraelit ndaj fqinjit tonë Iranit janë një provokim i qartë që shpërfill ligjin ndërkombëtar. Këto sulme të kryera në një moment kur bisedimet mbi programin bërthamor iranian janë intensifikuar, kur presioni ndërkombëtar mbi veprimet njerëzore në Gaza po rritet, zbulojnë edhe një herë mentalitetin e papërgjegjshëm të Izraelit, që nuk njeh rregulla, u shpreh Erdogan. Presidenti turk akuzoi drejt për drejt qeverinë izraelite dhe kryeministrin Benjamin Netanyahu për veprime të rrezikshme që sipas tij kërcënojnë paqen jo vetëm në rajon, por edhe në shkallë globale. Qeveria Netanyahut po përpiqet të tërheqë rajonin tonë dhe të gjithë botën në një katastrofë përmes veprimeve të saj të pamatura, agresive dhe të palishme. Komunitetin ndërkombëtar duhet më në fund t'i thotë ndal këtij banditizmi që cënon sigurinë rajonale dhe globale, theksoi ai. Në fund të deklaratës së tij, Erdogan shprehu solidaritetin me popullin iranian. Ne nuk duam të shohim më shumë gjak, shkatrim dhe luftë në rajon. Si Turqi, dënojmë sulmet e urryera kundër fqinjit tonë Iranit. Urojmë mëshirën e Zotit për viktimat, shërim të shpejtë për të flagosurit dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit mik dhe vëllat të Iranit, përfundoi presidenti turk.